A i njini këtë bim, quhet qerbashi, ndërsa emri i saj botanik është Galega officinalis. Është një bim shumë interesante, e njohur tradicionalisht për disa veti, ndër të cilat më e rëndësishmja është lidhja e saj me nivelin e sheqerit në gjak. Pra, është përdorur tradicionalisht për të rregulluar nivelin e sheqerit në gjak. Qerbashi përmban një alkaloid të quajtur galegin, si dhe glukokinina, glukozide flavonike, substanca të hidhura, saponina dhe tanina. Këta përbërës i kanë dhënë kësaj bime rëndësi në përdorimet tradicionale, por qerbashi nuk lidhet vetëm me sheqerin në gjak. Ai njihet gjithashtu për veprim diuretik, pra tradicionalisht është përdorur për të ndihmuar eliminimin e lëngjeve nga organizmi. Një tjetër përdorim tradicional i kësaj bime ka qenë si laktagog, pra për nxitjen e prodhimit të qumshtit tek nënat që ushqejnë fëmijët me gji. Por, përpara se të flasim më shumë për përdorimet e tij, le ta njohim më mirë këtë bim. Galega officinalis ose qerbashi është një bim barishtore shumë vjeçare që mund të rritet deri në rreth 1 metër lartësi. Është e degëzuar dhe gjendet kryesisht në vende me lagështirë, në zona barishtore dhe në toka ku ka mjaftueshëm ujë. Gjethet janë të përbëra me shumë fletëza të vendosura përgjatë një bishti të përbashkët. Në pamje të parë mund të ngatërohet me bim të tjera të egra, prandaj është e rëndësishme të shohim disa karakteristika së bashku dhe jo vetëm një pjesë të bimës. Lulet janë të mbledhura në tufa përgjatë degëve. Ngjyra e tyre mund të jetë e bardhë me nuancë të verdhë ose roz vjollc në varësi të bimës. Lulëzimi ndodh gjatë periudhës së ngrohtë të vitit dhe pikërisht atëherë bima është më lehtë për t'u dalluar. Pas lulëzimit zhvillohen frutat në formën e bishtajave karakteristike, kjo e familjes ku bën pjesë. Qerbashi i përket familjes Fabaceae, familjes së bishtajoreve, ku bëjnë pjesë edhe shumë bimë të njohura si fasulet, bizelet dhe jonxha. Tani le të kthehemi te përbërësit e saj. Një nga substancat më të rëndësishme është galegina. Kjo substancë është biologjikisht aktive dhe lidhet me efektin e bimës mbi metabolizmin e glukozës. Pikërisht, për këtë arsye, Galega officinalis ka qenë me interes edhe në studimet që lidhen në sheqerin në gjak. Megjithatë, duhet të bëjmë një dallim shumë të rëndësishëm. Të flasim për vetitë e një bime nuk do të thotë se ajo duhet përdorur si ilaç. Qerbashi mund të jetë toksik në sasi të papërshtatshme, ndaj nuk është një bimë me të cilën duhet të eksperimentojmë në shtëpi duke përgatitur çajra apo preparate pa këshill profesionale. Sidomos personat që përdorin barna për diabetin duhet të jenë shumë të kujdesshëm sepse substancat që ndikojnë në nivelin e glukozës mund të shkaktojnë probleme kur kombinohen pa kontroll. Edhe përdorimi tradicional si laktagog nuk duhet marrë si rekomandim për nënat që ushqejnë me gji. Në këtë rast është e rëndësishme këshilla e mjekut ose profesionistit shëndetësor. Pra, qerbashi është një shembull shumë i mirë se sa interesante janë bimët që rriten në natyrën tonë. Një bimë që në pamje mund të duket e zakonshme, por që përmban një numër substancash biologjikisht aktive dhe ka një histori të gjatë përdorimit tradicional. Kjo ishte Galega officinalis, qerbashi. Nëse e keni parë këtë bimë në natyrë, tani e dini cilat nga karakteristikat kryesore që ju ndihmojnë juve për ta njohur. Dhe mbani mend, të njohësh një bimë është shumë e rëndësishme, por ta përdorësh atë si bimë mjekësore kërkon njohuri dhe kujdes. Natyra nuk do të thotë gjithmonë se është e padëmshme. Në Baçja Magjike vazhdojmë të zbulojmë bimët që rriten rreth nesh dhe historitë e tyre. Nëse të pëlqeu kjo video, ruaje, ndaje me miq dhe mos harro të shtypësh butonin zile për të mos humbur videot e radhës.